Përshëndetje Luana më të bukurit e zodiakut. Ky është parashikimi horoskopit për vitin 2026, për komplet vitin pra. Për juve të dashur Luana, ju jeni elementi zjarr, karakterin fix, nuk luni venit, e sundu se keni diellin i vetmi. Luani është i sunduar prej diellit, për që ato Luanat ditë me re, me mjegull, me shi, nuk i dojnë. I dojnë vesh ditë kur ka diell, edhe kur ata njihen me smiri në botë. Periudha më e mirë për ta është vera, kjo verë ka me qenë shumë interesante për Luanat. Çka duona me thonë, edhe cili është eventi kryesor më i rëndësishëm për Luanat është ardhja e Jupiterit në shtëpinë e tyre të parë, data 30 qershor, kur Jupiteri definitivisht do të vijë në fushën e juaj ose në shtëpinë e juaj, edhe do të jetë aty për një vit me radhë. Çka do të sjellë Jupiteri për juve? Ndryshim rapid të pamjes së jashtme, mënyrën se si ju shohin të tjerët, mënyrën se si ju e shihni veten, edhe në përgjithësi ju bjen benefite, gjëra të mira në veten e parë. Në atë ku ju i thoni vetes, unë jam çka? Unë jam e pasur, unë jam e bukur, unë jam e lumtur, çka do që ti thoni vetes jam. Jupiterin e kena aty me zmadhuk. Kujdes pra, se nëse i thoni vetet unë jam keq, Jupiteri do ta zmadhoj edhe të keqen. Nuk din Jupiteri a është mirë a keq, ai e din çka kërkoni ju. Manifestani mirë, të nderuar Luana. Me njerë mbas kësaj do të flasim për një tjetër event i cili është shumë i rëndësishëm për juve. Hajde se pelojmë për pak më vonë. Është edhe një tjetër që do të ndodhë në verë pak më vonë. Njëherë po flasim për eklipsin i cili do të ndodhë me 17 shkort. 17 shkort e kemi një eklips në ujor. Për juve ujori është fusha e raporteve. Eklipsi ndodhë në ujor edhe është eklips total i hënës. Është eklips lunar. Çka është hana në fakt? Hana janë emocionet tona, është ndërgjegja jonë, ndërdija jonë, janë frigat tona. Që dhe më thanë, kur eklipsohet hana? Eklipsohet hana dhe më thanë që diçka i ka dalë për para. Diçka s'po na len me e pa në vërtetën e vërtet, ose ja kena qip një perde të bukur të vërtetës tonë. Pra, për juve, data 17 shkurt, do të ketë ndikim në raportet e juaja kontraktuale, me kanë keni bo marrëveshje, me kanë keni bo martes, me kanë keni bo çfarë do lloj raporti i cili ka bazë marrëveshje. Mundet me qenë edhe lidhjet besa. Megjithëse na lidhjet i trajtojmë pak më ndryshe, po mundet me qenë edhe lidhjet. Aty e kena një mundësi me e pa një të vërtet tre, me na që çka është eklipsi. Eklipsi është kur ti je tunajt, kur gjë rreth teje nuk ka ndryshu, por diçka brenda teje ka ndryshu. Nuk e shef mo qatë njeri me të njëjtin sy. Për diçka shumë të vogël, për një fjalë e cila ta ka ndreq krejt puzzlen edhe tash e ke fotografinë e qartë. Me njerë mbas këtij eklipsi e kemi një eklips solar i cili ndodh në 12 gusht në shenjën e juj. Eklips solar në shenjën e juj. Kjo i bjen, ka më jura një farë terri syve. Sepse dielli është sunduesi juaj, e dielli do të jetë eklipsum totalisht me datën 12 gusht, totalisht në shenjën e juaj. Kjo i bjen një farë terri syve ka më jura rreth datës 12 gusht. Kur flasim për data, doni me pas parasysh që gjithmonë 2-3 ditë, a ne 2-3 ditë knej. Mundet me pas ndryshime, por kjo do të ndodhë për juve në fushën e parë. Edhe ajo është ai momenti kur ti i thu vetes, bolli kom majt flokt, tradion të kafta, po do mu bo bjonte. Ose çfarë do tjetër, ndryshimi rapid që do ta bi ky eklips. Jo vetëm për flok, unë e morra gjën më të vogël edhe më të letën, por aty do të kemi edhe momente kur Luana do të vendosin me u dobësu, do të vendosin me lanë duhanin, do të vendosin me marrë jetën pak më seriozisht. Ekziston një moment kur neve vërtet na bën klapa, dring, ka ardhur momenti edhe nuk ndryshoj më. E njëri për këtyre momente është 12 gushti. Me njerë mas këtij eklipsi e kemi një tjetër lunar, i cili shumë i rëndësishëm jo për shëra tjera, për juve pak më shumë. 28 gusht data, 28 gusht. Ka të bëjë
me përfundimin e diçkafit. Doni me pas parasysh që fundi i gushtit për juve ose fillimi i shtatorit do të bi një ndryshim bajagi të dhimbshëm për juve, diçka do të përfundoj për të filluar diçka e re. Ka njerë gjana që na duken të këqija, mas një kohë na del që ka qenë varianti më i miri më në shumë. Mos u tutni pikë këtij eklipsi, sepse është eklip lunar, nuk është total, është i pjesërishëm, por do të bi për juve gjana të reja. Mas pari do të më kryt vjetrat që më mujtë më fillu të rejat. Kajnë më kryt do që kajnë vujtë më kryt mati. Vazhdojnë me Merkurin, i cili ka me qenë në 3 periuda gjatë vitit 2026 retro. I kemi 3 periuda të cilat na flasin kështu. Data 26 dytit deri me 20 tretit, dhe më thënë 26 shkurt deri me 20 mars. E kemi Merkurin i cili shkon retro në shenjën e Peshkut. 29 qershor deri me 23 korrik në shenjën e Gaforrës. Merkuri retro. 24 tetor deri me 13 nëntor në shenjën e Akrepit. Jeni të e vrej që Merkuri do të shkojë retro në 3 shenjat e ujit gjatë vitit 2026. Kjo është interesante sepse shenjat e ujit gjithmonë na bin emocione ekstra. Çka i bën kjo me thonë? Kur Merkuri si informat, edhe ai i cili gjithmonë na bën informata, shkon retro, ai në fakt na i sjell në sipërfaqe disa gjana të cilat na kena dasht me i harru, po si kena harru fare mirë. Jena nisë në market me blie qumsht, kena blie orez, edhe të dalë për marketit në karan mend që kena ardhë për qumsht. Që kjo është Merkuri retro, për juve ndodh, jo për juve, ndodh për të gjithë neve në 3 periuda gjatë vitit, edhe për juve është shumë i rëndësishëm, për ata të cilë të kajnë Merkuri natal retro, janë ditë e shkëlqyshme. Pra, jo nëse keni Merkuri natal retro, atër duoni me ditë që këto periuda janë të shkëlqyshme për çfarë do lloj marrëveshje. Kjo për juve ndodh në retro kur është në Peshk në fushën e 8, në 12 kur është në Gaforre, edhe në të 4 kur është në Akrep. Pra, edhe shtëpiat, po edhe Merkuri retro në ujë na kallëzon për një introspekcion t'juvin. Sa herë që tjetë Merkuri retro, në fakt ju keni mu tërhek për i shoqënisë, edhe keni mu marrë ma tepër me veten edhe me emocionet e juaja. Është shumë e rëndësi, monin me datat, ktheni edhe njerë videon, mos i harroni këto data, se ka i mju vyt, edhe nëse e dini që është Merkuri retro, e nuk e keni natal retro, mos bëni vendime, mos nisni sande të reja, edhe mos bleni teknologji, se ka me ju dale prisht. Sidomos teknologji jo. Vazhdojmë me Saturnin. Saturni i cili do t'ju jep shansën e dytë. Pra, kena folë për Saturnin të në kohën. Në këto parashikimit e 2026, Saturni do t'hyjë në dash. Ai do t'hyjë në dash në fillim të vitit, mirë po e ka një retro udhtim ka mesi i 2026. Ky retro udhtim për 26 korrikut e deri me 10 dhjetor, për juve Luana është shumë i rëndësishëm. Kjo është i rëndësishëm sepse ndodh për juve në fushën e 9. E kjo do të thotë që ju do të keni mundësi që të mësoni diçka të re, të kaloni nivelin e juaj të dijenisë, ose të aftësive të juaja, të mësoni një aftësi të re. Do t'ju jap Saturni mundësi që të takoni njerëz që vinë nga jashtë, të bëni marrëveshje me njerëz që vinë nga jashtë. Veç mos i bani që ato marrëveshje kur është edhe Merkuri retro, se kur është Saturni retro është mirë, sepse dikush që ju ka njoft prej mati, po kthehet me bashkëpunu me juve. Për me vazhdu me njëherë me Uranin i cili 26 prill hyn në Bineq. Urani hyn në Bineq do t'jetë aty 7 vjet me radhë për juve. Kjo është fusha 11 që i bjen. 7 vjet me radhë ju do të krijoni shoqëri të reja, grupe të reja, rrethin do ta zgjanonin. Duhet ta keni parasysh që fusha 11 janë edhe rrjetet sociale. Do të rriteni në rrjetet sociale nëse keni kontent për t'i dhuruar njerëzve, atëherë shfaqeni. Po jo para 26 prillit. Priteni 26 prillin edhe kontenti juaj do të lëgzoj. Me njerë
Mas kësaj do të asqërtojmë edhe pozicionin planetar i cili është Pluto. Për herë të parë po flasim për Pluton në këto parashikime për vitin 2026. Pse kom vendosur me fol vetëm për Luanat, për Pluton? Sepse Pluto do të jetë shumë gjatë në fushën e tyre të 7 e ata janë raportet. Pluto na bën ndryshime të cilat janë të nuk ka shansa tjera. Domethënë, kujdesni me Pluton në shtëpinë e 7, shtëpia 7 janë raportet e juaja me të dashurit, partnerat, me këndo që keni një lloj marrëveshje. Kujdes, sepse Pluto ka njëherë din me pru vendim i cili është autodestruktiv. E jo të cilë keni qef mi pas një hartë natale, me kuptu kuj keni këta pozicione planetare personalisht ju, në hartën e ju natale, që i bjen, harta natale i bjen horoskop personal. Jo që shto që shpëtha mund tash Luani Gaforja kjo ajo, po personal e juaja, e cila bëhet përmes datës ju i lindjes, orës edhe vendit, ju mund të keni ato përmes meje, ose edhe dikuj tjetër, por ma mirë është me mu. Mund të keni, mund të punojmë bashk, në një orar prej një ore, na i shqyrtojmë të gjitha pozicionet planetare, mund të dini edhe parashikimin për vitin 2026, e për gjithë këtë duheni me më kontaktu rrjetet e mia sociale edhe në këtë numër telefoni që e keni të afishuar poshtë. Urime vitin e ri Luanat e mi, shumë suksese, një vit i shkëlqyshëm për juve, jeni me fat në 2026, shfrytëzojeni, përdoreni Jupiterin për një vit me radhë, përdoreni këto eklipsa për të bërë versionin më të mirë të vetes juaj, edhe për të arrit ndryshimet të cilat priten prej juve, prej universit. Deri atëherë, dëbut me veten, shumë kujdesshëm me të tjerët.